kam pasur një pikpamje tjetër ndaj pozicionit të bosnjakëve. Unë I kam ofruar zotit Demiri koalicion dhe isha e bindur se do t'i fitojmë 3 vendet në parlament dhe ta tregonim forcën tonë. Do të ishim edhe më shumë në numër edhe përfaqësimi ynë në institucione do të ishte më I fortë. Zoti Demiri nuk e ka pranuar një ofertë të tillë dhe I ka ndihmuar Dudabali sepse matematika e dëshmon këtë. Megjithatë, unë mendoj që bosnjakët duhet të jenë të njëjtë, duhet të jenë të bashkuar dhe tek më pastaj do të thotë të variojmë në pikpamjet tona. Ne mund të mendojmë ndryshe, të kemi kuptime ndryshe, por kur është në pyetje identiteti nacional, kur është në pyetje afirmimi I të ardhmës së fëmijëve tonë, I qenë tonë, atëherë duhet të jemi të gjithë një zëri. Por kjo do të jetë një prej opsioneve që do ta diskutoj edhe në të ardhmen, sepse mendoj që populli do të na jepte edhe më shumë përkrahje vetëm në rast se partia jone Ndez dhe Vakati do të ishin bashkë.